Biolog amator nga Ukraina, Maqedonia apo dhe Belgjika në eksplorim të bregdetit të Vlorës. Një grup prej 6 vetësh kanë zgjedhur të zhyten në ujërat e detit Jon në zonën e radhimës për të fotografuar dhe eksploruar botën nënujore. Pas eksplorimeve të kryera në disa vende të ndryshme si Egjipt apo dhe Ukrainë, kanë zgjedhur pikërisht bregdetin shqiptar, ndërsa veç Vlorës janë zhytur edhe në brigjet e Jalës dhe Ksamilit. Për ta është një eksperiencë fantastike, ndërsa cilësojnë bregdetin shqiptar shumë të bukur dhe të pasur me specie të ndryshme. Eksplorimet e tyre kanë nisur rreth 3 vite më parë, ndërsa kjo është periudha më e mirë për të parë botën nënujore, pasi në verë për shkak të ngrohtësisë së ujit dhe numrit të lartë të pushuesve nuk mund ta kryejnë këtë, teksa dhe gjallësat largohen. Denise Daria nga Ukraina dhe Yuri Grigorov nga Maqedonia e Veriut shprehen se brigjet shqiptare janë fantastike dhe ka gjallësa nga më të ndryshmet. Oktapod, peshq llojeve dhe përmasave të ndryshme janë çfarë hasin më shumë, ndërsa në Jalë kanë ndeshur edhe peshkaqen, por në përmasa të vogla dhe të parezikshëm. Sipas tyre, Shqipëria është një vend shumë i bukur duke ndërtuar mjaft mirë detin me malin, por edhe të ofron mundësinë për të eksploruar një vend që ka pak të dhëna mbi gjallësat që gjenden në brendësi të detit, apo dhe gjallësat që vetëm në vitet e fundit janë bërë pjesë e ujërave të detit në Shqipëri, duke krijuar këtu habitatet e tyre. Of course, it's very nice for diving. I enjoy to dive in Albania. Jam Denisi nga Ukraina. Ne bëjmë zhytje thjesht për qejf për të parë detin, gurët, peshqit, oktapodët, çdo gjë të gjallë. Nuk është hera e parë, unë jam instruktor i zhytjeve nënujore dhe kjo është për qejf. Çdo ditë zhytem sepse Shqipëria ka dete shumë të bukura. Ka jetë nënujore të pasur, të larmishme, oktapod të ndryshëm, peshq e të tjerë. Ne tani jemi 4 persona, njëri nga ne rri për jashta për të bërë roje për sigurinë tonë. Moti është gjithmonë i mirë, nuk është i keq nëse ka pajisjet e dhura për zhytje sigurisht. Ne jemi thjesht për të eksploruar dhe padyshim që veç asaj që shohim ndjejmë edhe kënaqësi. Sigurisht më pëlqen çdo gjë në Shqipëri, gjithashtu kam gjetur shkëmbind, kam eksploruar detin, të gjitha vendet janë të bukura. Peshqit, oktapodët, gaforet shumë të mëdha, çdo gjë shumë e bukur. Për zhytje është shumë mirë. Për peshkaqen kemi parë vetëm në plazhin Afrialës, atje ka peshkaqen të vegjël deri në 15 cm. Këtu ka oktapod, peshk, guri, gafore dhe çdo gjë është shumë e bukur. Emri im është Yuri Grigorov dhe jam rekordmen në zhytje në Maqedoni. Okay, thank you very much, Daria. And you are from? Ukraine. Unë quhem Daria dhe jam nga Ukraina. Në fakt ky është viti im i 3 që zhytem dhe eksplorojmë botën nënujore. Më parë kemi qenë në Egjipt edhe në Ukrainë ku kemi eksploruar edhe aty. Në fakt, bregdeti juaj është shumë i bukur dhe është fantastik ta eksplorosh. Ka disa lloje të ndryshme peshqish dhe gjallësa të ndryshme që i kam parë vetëm këtu. Nuk di, por më pëlqen shumë dhe fakti që natyra në Shqipëri është mjaft e mirë. Keni një ndërthurje mes malit dhe detit që rralli gjë në vende të tjera. Kjo është një punë që nëse e quaj të tillë, e bëjmë me shumë dëshirë. Ne thjesht i shohim gjallësat, foto ose ndonjë video të mundshme, për të parë ndryshimin edhe mes vendeve të tjera. Those little like slug things, but they are very colorful usually. And they are very beautiful. Eksplorimi i botës nënujore është një eksperiencë që sipas biologëve të huaj mund të quhet e jashtëzakonshme. Pas vendeve të ndryshme, ata kanë zgjedhur tashmë edhe bregdetin shqiptar duke u zhytur në disa vende të ndryshme, ku veç Vlorës janë zhytur edhe në brigjet e Jalës dhe Ksamilit, për të parë dhe eksploruar gjallësat që ndodhen në det dhe që sipas tyre bregdeti shqiptar ka një shumëri dhe bota nënujore është shumë e pasur.